أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Falënderimet dhe lavdrimet e panumërta i takojnë Allahut Azza wa Jall, ndërsa salatet dhe selamat ja dërgojmë Resulullahit alayhi salatu wasalam, familjes së tij të ndritshme, shokët e tij fisnik dhe besnik, dhe mbi gjithë ata të cilët pasuan, pasojnë dhe do të pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Të dashur vëllezër besimtar, ashtu siç e paralajmëruam, nga sot fillojmë me një temë e cila është një temë që çdo njeri e tangon, çdo njeri e ka gajle për këtë punë, çdo njeri ballafaqohet me këtë punë. E unë mendoj se inshallah nga sot fillojmë që t'i trajtojmë këtë raportet e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe këtë sjellje të Resulullahit alayhi salatu wasalam në jetën e vet. E raporti më i rëndësishëm i njerit që Allahu Azza wa Jall i ka lënë është raporti që e ka me gruajen e vet, me shtëpinë e vet, me atë cilën ti je i sfiduar, familjen tënde ti je i sfiduar çdo ditë e çdo natë. Ne inshallah nga kjo ditë e fillojmë raportin e pejgamberit alayhi salatu wasalam me gratë e veta që i ka patën, do të thonë me një numër që ne nuk e kena drejtën me pat aq numër të madh, e do ta shpjegojmë arsyeën se pse pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka pat kaq numër të madh të grave. E para si pikë dashur besimtar, du prej tash mua thonë që kur të diskutojmë disa sene në këtë temë, mos të dukon çuditshme. Do të thonë kur të diskutojnë atë thonë disa mesele se çuçi ka trajtu pejgamberi alayhi salatu wasalam gratë e veta, edhe në sa detaje të vogla që për ty ndoshta kur gjë nuk është ajo mesele, mos u çudit edhe kuptoje drejt se veç me çto detajet e vogla që kujdesesh, Allah i pasha madhrinë e tij ka me ta realizu ty që automatikisht ti me mujt me përmirësu jetën tënde në vazhdimsi. E dashur vëllezër besimtar, marrëdhëniet edhe raportet e pejgamberit alayhi salatu wasalam që i ka pat Resulullahi alayhi salatu wasalam me gratë e veta, i ka pat çast si marrëdhënie, do të thonë marrëdhënie të suksesshme, saqë marrëdhëniet e Resulullahit alayhi salatu wasalam që i ka pat Resulullahi alayhi salatu wasalam me gratë e veta kanë qenë çast suksesshme, edhe çast trehatshme. Edhe kur kënaqesh me gruan tënde, apo jo më kënaqesh vetëm muajin e parë, muajin e dytë, më kënaqesh tani jetën. Pejgamberi alayhi salatu wasalam pse ka qenë shumë i kujdesshëm, kënaqesh tani jetën. E dashur vëllezër besimtar, kur ta studiosh, edhe ta lexosh historinë e pejgamberit alayhi salam, edhe nalësh edhe biografinë e tij e ndëgjon mirë. Për shembull, çdo njëri prej juve që tu e keni marrë seriozisht që doni me përmirësu veten, edhe ndëgjoni ligjërat. Edhe tash ne kur e shpjegojna historinë e pejgamberit alayhi salam, edhe biografinë e tij, se çysh ai ka qenë me gratë e veta, e sheh se sa tolerant ka pejgamberi alayhi salam. A kanë tolerant kur ndoshta edhe ja kanë kthi llafi pejgamberit alayhi salam. Ka qenë tolerant Muhamedi alayhi salam. Ja ka leju gravet veta, edhe ndoshta kur e kanë ngrit zonin mbi zonin e pejgamberit alayhi salam. Që më janë ngrit zonin mbi zonin e pejgamberit alayhi salam, kin dalesë me ajet kuranor. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhi salatu wasalam, figura më e ndritshme njerëzore, është konsultu, e ka vetë gruajen e vet kur ka dashur mi marr do vendime. Pashallahin, sinqerisht këto, sa vendime tjetës tane i merë, edhe gruajen hiç nuk e shtin listë. Do të thonë nuk e vet hiç gruajen tane. Pejgamberi alayhi salatu wasalam, vendimet më të rëndësishme në jetën e vet, i ka marrë vetë se e kanë konsultuar gruajen e vet. Do të thonë nuk mundesh mi pat vendimet e suksesshme në shtëpinë tane pa e marrë edhe mendimin e gruajës. Kjo nuk u bëm, mu bohe ti ai cili ajo delja që e ngon gruajen. Po kur të konsultohesh me gruajen, ajo ta jep një mendim, edhe një mendim tjetër, edhe mendimi jot, përzihen dy mendime, edhe del mendimi i tretë, mendimi më i mirë. Do të thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam a konsultuar me gratë e veta. E dashur vëllezër besimtar, ne duhet mi marr vendimet e tona një. Çfarë dush vendimi me marr? Cilin dush vendim tjetës tane që e kije për familjen tane? Merre duke u konsultuar edhe me gruajen tane. Mos e merr krye vetë se veç unë e di. Jo, ti nuk je veç ai më i miri i dunjos. Edhe gruaja jote di diçka që ti s'di. Do të thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam na mëson që ne lip mu konsultu edhe me gratë tona për arsye që me mujt mi marr vendimet më të drejta dhe më të mira për jetën tonë. E dashur vëllezër besimtar, në këtë rast pejgamberi alayhi salam për ta ngrit vlerën e familjes e tregon një hadith pejgamberit alayhi salatu wasalam, një shok i tij ku thot besimtarët më të përsost, ato besimtarë që janë të kompletuar, që nuk kiti mangësinë jetën tone, janë ato besimtarë që e kanë karakterin më të mirë. Edhe ata të cilët janë më të mirësjellshëm me familjen e vet. Pejgamberi alayhi salatu wasalam me këtë hadith kur na drejtohet tregon qartë se nëse e do karakterin e mirë,
lip me qenë prej atyre që e zbaton fjalën e Allahut. Ama nëse do ti me qenë i përsos në jetën tënde, a di çu shtojnë? Kur të shohë dikush me tapat lakmi, a ta ka me lakmi dikush në jetën tënde, a kërkush ta ka lakmi? A xhelozon dikush kur të shohë u knaq çikinjeri, a nuk xhelozon? A xhelozon dikush kur të shohë ti me gryën tënde, thonë sa mirë që çdo ditë, apo kur ta shihsh ti dikan me gryën e vet, thu këto si shejtani me njëri tjetrin janë. Kjo si moca me mini njëri tjetrin janë, kurse janë rahat. Do më thonë, ne kuptojna se pejgamberi alayhis salam po na jep mësim edhe shkollë, që nëse do me qeni përsos me familjen tane, pa tjetër li më konë më i miri. E dashur vëllezër besimtar, me pas shembull pejgamberin alayhis salam, kur gjos të kushton hiç. Me pas shembull pejgamberin alayhis salam, kur gjos nuk të kushton. A mos me pas pejgamberin alayhis salam shembull, këtë problemat e dunjas kemi pa jetën tane. A di pse ndodhin shumë shkurorzime, shumë talaka, që ndon çiftet ndërmjet burri dhe gruaja. Një prej arsyeve kryesore që ndon shumë burri dhe gruaja janë që nuk kanë model se çish musill. A di ti se çish do të musill me gruën tane, a veç i martu hajt edhe ka martu baba edhe peço jetën. A di se ka obligim burri karshi gruajës edhe gruaja karshi burrit. Do të thonë, ne kur e kuptojna këtë raportin që pejgamberi alayhis salam e ka pat raportin më të mirëfillt, më raportin më të përsos, ne e kuptojna tash drejt se ne prej sot fillojna çto pika që i ngon ligjërat, edhe që njëtën tane i shet që i ki gabim, merri prej sot kadal e përmisoju. Edhe Ramazanin tane ban më të mirë, edhe gryën tane e gëzon, edhe Allahin e gëzon, edhe automatikisht jetën tane ve lumturon. Fundja, kujna i ban dobi kur ti je i lumtur? Kujna i ban dobi? A mendon se mund ban dobia? Jo pasha Allahin, vetes tani i ban dobi. Kur ti je i lumtur, mos mendo se e lumturon këtë dunjën. Kur ti je i lumtur, ti veç veten tane e kënaqesh edhe familjen tane. Për këtë arsye, ne kena me mësu vazhdimisht se çish mujna ne me përmirësu veten tonë edhe me bëu veten tonë më të lumtur. E dashur vëllezër besimtar. Një shkollë edhe një mësim lip me kuptu sot qartë. Nuk ka burri për disa punë. Edhe gruaja nuk ka për disa punë. Për shembull, burrin mjeshtimi bë do punë që i ka gruaja smunët mi bë. Ama edhe gruajen me shku me bë zehtare ose me shti gruajen me ça drua, ka pa dikush të ça grup druja. Po zora është mundesh me pa nai, do të thonë një gruaje 1 miliard gra. Ama poenta që burri i ban do punë dhe burri vendos për do punë. Ama edhe gruaja i ban do punë dhe ti smunesh me përzi grujës. Lip me kuptu venin tanë. Ti e kupton se unë për çiknena jam, ti je për çanena, edhe automatikisht kur t'ja dish ti vetes hallin, thonë çikneja kanë venin, edhe ti çaneja ki venin, rahat e jeton jetën. E dashur vëllezër besimtar. Gjithashtu, ne lip me kuptu një sen tjetër, se në Islam, Allahu Azza wa Jall nuk thret që burri dhe gruaja më kanë të barabartë. Po s'ka shanca më kanë gruaja edhe burrit barabartë. Islami thret, edhe Islami na mëson që ne lip me qenën, do të thonë drejt me njëri tjetrin. Se s'mundet, për shembull, unë më bëj një pyetje. Pse Allah Azza wa Jall, për shembull, nanës ja ka lënë xhenetin në këmbët e veta, e babës nuk ja ka lënë. Nëse e kishit në këtë sy, thojna vallaj, Allah i ka ndaj drejt. Se gruaja sipas ka dhënë më tepër vlerë se burrit. Po kur e marr në anën tjetër, për shembull, ajetin Allah Azza wa Jall që e shpjegon të marrëveshjes, thot, nëse do të me bo marrëveshje i mirë një 2 burra. Nëse nuk janë 2 burra, me e merrni 1 burrë dhe 2 gra. Pse 2 gra? Se gra dënjerë din me ndru lafët. Allah Azza wa Jall dikun të ka dhënë ty, dikun grujës. Edhe ne lip me kuptu se Allah na e ka dhënë neve vlerën tonë. Ama jo t'ja është me kuptu drejt se ti s'lip me qeni barabart me grujen, po ti lip me qeni drejt me grujen. Ka dallim me qeni barabart edhe ka dallim me qeni drejt. Se i barabart është sikur, për shembull, është një fëmijë i shkurt edhe një fëmijë më i gat. Fëmia që është më i gat, do të thonë shet diçka më lart, fëmia më i shkurt nuk e sheh atë çka te pak i më i gati. Islami nuk thet mbarazi, Islami i ban tu ditë barabart. Atë shkurtin e hip pak më lart që me pa tu ditë drejt. Do të thonë e drejta jonë është me kuptu se Islami edhe mu ma mbron drejten, edhe grujës ja mbron drejten. Ama Islami nuk e favorizon burin për grujës, sa Allah Azza wa Jall deli pa drejt. Nuk mund është me thonë, unë pse jam burr, unë jam krenar, unë kam karakter, unë jam bigrujën. Si jem bigrujën? Ti e sundon grujën, se gruja mundet me qenë që mundet me lejthit do punë, ama gruja i ka do përparsi që ti si kije. Edhe kështu kur e merr vesh raportin tanë me grujën tane, valla let e ki jetën. Të kënaqet zemra në shtëpinë tane. Kur e kupton ku e ki venin, kur e kupton se do punë s'janë për tyje, edhe e bind veten edhe thu, unë s'po përzina se këto punë s'janë për mua, ta di se jetën e kit lumtur. E dashur vëllezër besimtar. Ne tash kemi marr disa shembuj nga jeta e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Po fillimisht kena me tregu që Resulullah alayhis salatu wasalam i ka patën 11 bashkëshorte, 11 gra. Edhe kena me një inshallah me rënd.
E para gruaja e pejgamberit alayhis salatu wasalam ka qenë Hatixha, do të thonë e dyta ka qenë Aisha, do të thonë Aisha bint Abu Bakr, e treta Hafsa bint Omar, e katërta Safda bin Zamah, e pesta Zeynep bin Jahsh, e gjashta Zeynep bin Huzejme, e shtata Ummu Salama, e teta Ummu Habiba Ramla, e nanta Mejmune bint El Harith, e dhjeta Juwairije bint El Harith, edhe nim dhjeta Safije bint Huej. Dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhis salatu wasalam është nda prej jetës, ka vdek, edhe ka qenë, do të thonë, me 9 gratë e veta i martum. Do të thonë, pejgamberi alayhis salatu wasalam kur ka vdek, 9 gra mas vetës vet i ka lënë gjallë. E dashur vëllezër besimtar, një prej mirësive edhe qëllimeve kryesore se pse pejgamberi ka pat alayhis salatu wasalam, pse Resulullah alayhis salatu wasalam i ka pat 11 gra, sot lip me hektin i dyshim. Për shembull, shejtani mundet me të ardhë edhe me të thonë kryetare, pejgamberi i Zotit 11 gra, nashta ka në psharak. Pejgamberi i Zotit i ka pat 11 gra, si i ka pat qef me rak gratë. Do të thonë ne tërheqna këtë dyshim, edhe këtë mjegëll që mundet me të ardhë shejtani dhe me të apo parasyve. A dini se pse pejgamberi alayhis salatu wasalam i ka pat 11 gra? Nëse e kupton që ke drejt, sot e deri në ditën që kemi dalë para Allahut, të heket do të thonë ky dyshim jetën tonë. Pejgamberi alayhis salatu wasalam i ka pat 11 gra, se nuk mundesh mi bashku 11 gra, edhe 11 gra me fol mirë për një burr. Ti një gruaje e kis mundet me fol mirë këtë fjalë të mira për ty. Nashta mundet me rrejt, ama mi bashku 11 gra, edhe me fol mirë për pejgamberin alayhis salatu wasalam, edhe me dëshmu se shembulli më i përsost është pejgamberi alayhis salatu wasalam, vetë se Allah ja ka bëu që ti kese 11 gra, edhe mi sfidu këtë edhe me thonë, hajde merri ti 11 gra, edhe bani 11 gra bashkë, edhe me thonë 11 gra komplet se ti je i drejt me, do të thonë me 11 gra. Ti me një gruaje s'u pjev hakimbe. Ti një gruaje dhe s'u dal hakësh, i tu prit 11 grave me ju dal hakësh. Do të thonë meselja jonë është me kuptu që Resulullah alayhis salatu wasalam. Shehi, kjo mesele do të thonë Resulullah alayhis salatu wasalam 11 gra i ka pasë, 11 gra Allah azza wa jall i ka bashku që me mujt me fol mirë për Resulullah alayhis salatu wasalam. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhis salatu wasalam njëtën e vet e reflektonte edhe e realizonte ajetin kuranor ku Allahu azza wa jall thot: "Çoni jetën e mirë me to." Do të thonë çoje jetën e mirë me gruën tane. Çish të çoj jetën tane me gruën tane? A ditë për ditë belaja, a ditë për ditë muhabeta, a ditë për ditë me njëri tjetrin i prish një punta. Po nëse e çon ditë për ditë me gruën tane çtu, a mendon se jetë mirë të çua? Do të thonë me gruën tane ti lip me çuj jetën çaq mirë. Sa që dhe njëherë lip më bohe, a e pave, e pash, a e pave, se pash, ka përceje, bërtit i gruja, ani më sheli pak vesht, mos u ban çdo detaj me një dhe çdo komentatori çdo fjale, bërtit gruja, qashtu Allah e kalon, në të bërtase s'prish pun, ama do pun, do thonë, mos e prish harmonin e jetës tane, se mundët gruja me të ngriti lafin, e për këtë arsye dashur besimtar, e jo në është me kuptu kështu raportin drejt se që ka bat pejgamberi alayhis salatu wasalam. E një hadith i mirë njohur, që çdo njëri prej juve e kanë dëgjuar këtë hadith të Resulullahit alayhis salatu wasalam. Edhe ky është hadithi ndër më të popularizuar që e kanë një krejt xhamatlic. Pejgamberi alayhis salatu wasalam thotë: "Më i miri, më të mirët ndër ju janë ato që më së miri i trajtojnë edhe sillin me bashkëshortet e tyre, e në të vërtetë unë jam më i miri me bashkëshortet e mia." Nuk ka let mu kanë me gruën tane më i miri, se mu pas kanë let mu kanë më i miri me gruën tane, këtë dunja ishin kanë të mirë me gratë veta. Ranësht mu kanë me gruën tane ma i miri, se që ketë egon tane, që ketë atë egon që e ki brenda vetës, krenarin, unë jam burë, lip me ullë pak. Pejgamberi alayhis salatu wasalam, karshi grave të veta, edhe kur kanë gjelozu, edhe kur e kanë tepru, pejgamberi alayhis salatu wasalam ka qenë menaxher i mirë. Nuk ka dalë prej kontrole që gruja një lafja ka qitë, edhe pejgamberi alayhis salam me qitë pi kontrole. Asë njëherë gratë e veta se kanë qitë pejgamberi alayhis salatu wasalam pi kontrole. Sa herë ti grujat ka qitë pi kontrole? 1000 herë njëtë. 1000 herë njëtë ka qitë gruja pi kontrole. Resulullahin alayhis salatu wasalam asë njëherë gruja vetë se ka qitë pi kontrole. E dashur vëllezër besimtar, ne kuptojnë adret se nuk ka let nuk kanë më i miri me gruën tone. Ranësh nuk kanë i mirë me gruën tane, ama ti me vepru ditë për ditë që me përmisu vetën tane edhe mu bo më i miri me gruën tane. E dashur vëllezër besimtar, nëse ne kishmi imitu pejgamberin alayhis salatu wasalam, këtë e tham me sinqeritetin më të madh. Nëse ne e kishmi imitu Resulullahin alayhis salatu wasalam në sjelljet e tij me gratë e veta, vallahi ndoshta kishte ndodhur 5 vjet në një bela se kishmi pat me gruën.
A ti të ndodhë çdo 5 minuta ki bela me grujen. Do të thonë, ne li me kuptue halama afer këtë se ne lip kadale me përmisu që këtë vetën tonë, që ndoshta, inshallah mas Ramazanit kur dilsh. Edhe mas tyve ligjëratave kime thonë, vallaj për një me, unë ja kam nisë me reflektu karshi kryes teme. Edhe kam e ta muj zemrën plot që kjo, që ti ki ndryshu karshi kryes tane, normal edhe gruaja jote ka ndryshu karshi teje. E dashur vëllezër besimtar. Muhamedi alayhi salatu wasalam çdo kohë e kalonte edhe çdo ditë kalonte kohë me bashortet e tij. Transmeton Ibn Abbasi radiallahu anhu, ku thotë që sa herë që i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam e falte namazin e sabajit, u ulte në xhamin e vet, u ulte në vendin e faljes, edhe ne uleshim rreth tij. Do të thonë pejgamberi alayhi salam është ul, edhe Rasulullah alayhi salatu wasalam janë ul njerëzi. Edhe kanë biseduar me pejgamberin alayhi salatu wasalam, edhe mas ja çu pejgamberi alayhi salatu wasalam, thot shkonte te çdo njëna prej gratë veta, i përshëndeste ato një ka një, bante muhabet me ato, edhe në fund shkoi këtë ajo që e kishte radhën me nejt pejgamberi alayhi salatu wasalam. Çështu ka vepru pejgamberi alayhi salatu wasalam ditë për ditë. Jo një herë njoft, jo një herë nujt, ditë për ditë ka shkuj ka vizitu këtë gratë veta, ka fol me ato, ja u ka ngu hallët, edhe në fund ka shku ta ajo gruaja që e ka pas rrenin me nejt Rasulullah alayhi salatu wasalam. E këtu e nxjerrin dietarët një shkollë shumë interesante. Thojnë bashkëshortët e pejgamberit alayhi salatu wasalam asnjëherë nuk e kanë ndje mungesën që do të thonë Rasulullah alayhi salatu wasalam po mungon. E dashur besimtar, ne ka një gruaje e kena, edhe ndoshta shpeshherë gruaja jonë na thon, më ka marr malli me boni muhabet me ty. Një gruaje e ki, edhe gruaja jote njëve që ki e ndjen mungesën tane vazhdimisht. Pejgamberi alayhi salatu wasalam 19 gra i ka pat, edhe nuk e ka ndje 19 gra. Edhe pse Hatixha radiallahu anha ka vdek, do të thonë basi ka pat të gra tjera Rasulullah alayhi salatu wasalam, po gratë sa i ka pat numër më të madh, nuk e ka ndje mungesën e Rasulullah alayhi salatu wasalam. Do të thonë, mos me ndje gruaja jote mungesën është punë e madhe. E dashur vëllezër besimtar, gruaja jote e ndjen mungesën se ti edhe kur i në shtëpi ti si në shtëpi. Ti kur i në shtëpi me trup me mend si në shtëpi. Ti kur i në shtëpi ti më shumë rin telefon sa arrit të bëj muhabet me gruën tënde. Ti kur i në shtëpi, gruaja jote tan ditën ka në shtëpi, edhe ti të ka prit. Ti kthehesh në shtëpi. Kur kthehesh në shtëpi, ajo pret pak vëmendje me dhon gruaja. Ngojave pak do muhabet e gruas. Ngojave do gajle grujës, ngojave ndoshta edhe do budallakia që i ka gruaja që ti thoti, ngoja ndalun goji, pse se bane që mundja jo e vlefsh me kashiteje. Edhe në moment kur ti vazhdimisht mirësh me telefonin, mirësh me televizorin, mirësh me du punë tjera, mirësh me gruan tane, mos pret masarina gruaja me tonë, pse tu më ti mu ftoft, po kam të nejt ftoft se ti ne ftoft grujës. Tan ditën tim punë, kthehesh në shtëpi, nuk i jep raport mirëfillt, normal që gruaja s'ka më ndjet çat që e kërkon. Për këtë arsye dashur besimtar, ne kuptojmë që lip me qenë më të afërt me gratë tona në momente kur jena në shtëpiat tona. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhi salatu wasalam i angonte hallët edhe gajlet grave të veta. Një natë Aisha radiallahu anha i tregonte Muhamedi alayhi salatu wasalam historinë e Abu Dharrit, do të thonë historinë të Ummu Dharrit, më falni, do të thonë gruajës të Abu Dharrit, nanës të Abu Dharrit, edhe në këtë rast pejgamberi alayhi salatu wasalam ishte shumë i lodhët. A di kur i lothi dë njerë, ama përmes mja këthije historin, dhe më thonë këtë rast, Muhamedi alayhi salatu wasalam u zgju edhe ngoj ke Aishën radiallahu anha, grujen e vetë, shka folke me vëmendje. E dashur vëllezër besimtar, kjo lip me na mësu neve që edhe kur ti shumë i lodh, edhe gruja do me të kallëzu diçka, çu, ngoja shako, ngoja hallët gruas tane. Unë e di që ti lodhesh në punë. Unë e di që ti ndoshta i ke do gajle tjera jashtë punës. Unë e di që ndoshta ti i sfiduar prej do problemeve të jetës. Ama edhe gruaja jote është një emanet në dorën tënde. Edhe emanetit jep ja hakin. Edhe emanetin mban në formën më të mirë të mundur. Realizoj ato kërkesat që i ka, se fundja me ngu kur gjos të kushton. Ndoshta ndonjëherë duket e rënë, ama çu ngoja hallin, shako, habe filane, shka ki. Kallëzo ma çfarë derti ki, ta tregon, nëse dim ja zgjidh mirë, nëse jo, thoj hajse Zoti ka me ta zgjidh problemin. Mundoju të bosh i but me gruan tënde. Mundoju që ta kish një sjellje korrekte me gruan tënde. E dashur vëllezër besimtar, një mësim tjetër e kena që ose adhurimi, për shembull, adhurimi pejgamberi alayhi salatu wasallam tash në Ramazan. Adhurimi nuk e privonte, do të thonë Muhamedit alayhi salatu wasalam, që me qenë i shkujdes karshi grave të veta. Përsëri transmeton Aisha radiallahu anha, ku thot, i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam i falke 2 recate namaz, do të thonë para namazit sabajt,
edhe pejgamberi alayhis salatu wassalam në qoftë se thot qyre rrike pejgamberi alayhis salam në qoftë se unë zgjohesha për mi fal nëse u çojke edhe Aisha për mi fal dy recate rrike pejgamberi alayhis salatu wassalam edhe masej bajke muhabet me Aisha radiallahu anhu nëse nuk u çojke fleke deri para sabahit këtu e kena një mësim dashur vëllezër besimtar kur t'ja nis shtim u bë më i mirë me gruën tane mos thuj valla s'kan vakshti ka më kanë muslimani mirë dhe ka me adhuru Allahun azza wa jall ti mundesh me pat edhe kohë për adhurim ti mundesh me pat kohë edhe për sjellje të mirë ti mundesh me pat kohë edhe për shokët e tu ti mundesh me pat kohë edhe për punën tane ti mundesh me pat kohë edhe për farefisin tan për krejt mundesh me pat kohë vetë se banë një plan list pejgamberi alayhis salatu wasalam ishte ne kur folna tash kena me fol realisht çka ka qenë pejgamberi alayhis salam kam ju duk që Resulullah alayhis salatu wasalam veç me gratë veta kanë marr kjo është veç një përqindje e vogël e pejgamberit alayhis salatu wasalam në jetën e vet 50 vjet i kibo, 40 vjet i kibo, 30 vjet i kibo, 60 vjet i kibo. A mundesh me tregu diçka për jetën tënde të hajrit çka kibo? Nëse 50 vjet i kibo, edhe një sens e ki qit në dritë në aspekt që për shembull me thon, unë në sjellje me fëmijën tam jam baba më i mirë në dunjë. A mundesh me thon çiket? Nëse për shembull tjetër, me thon, unë në sjellje me kojshiën tem jam kojshia më i mirë në dunjë. A mundesh me thon çka tjetër? Do të thonë, nëse e kupton hala ma drejt, ne dojna me të mësu sot e gjatë këtij Ramazanit se ti me qenë prej atyve që çdo kujt ja jep hakin, ama hakin jepja të plot, e jo një pjesë të hakit. Kur t'ja jepsh edhe gryes hakin, jepja çat sa e meriton gruaja jote. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhis salatu wasalam bisedonte dhe i shëtiste bile i mirke edhe në udhëtime gratë veca. Transmeton përsëri Aisha radiallahu anha ku thot i dërguari Allahut alayhis salatu wasalam kur niske për me na udhtim e mirke edhe bajke short. E dini çka është short? I merr do letra edhe e çet shortin. Thot edhe e bunin një short, edhe shorti mra edhe mu edhe Aishës radiallahu anha, Hafsa, më falni. Shorti i ra Aishës radiallahu anha edhe Hafsës, do të thonë dy grave të pejgamberit alayhis salatu wasalam, edhe pejgamberi alayhis salatu wasalam i mur, do të thonë ku në udhtim. Këtu e nxjerrna në një misim tjetër dashur vëllezër besimtar. Nuk ka e drejtë ti si burr mi boje 20 pushime, 20 udhëtime brenda vitit e gryën tani me mshel në burg. Me mshel shpim mos me di çka me dal gruaja jote jashtë. Pejgamberi alayhis salatu wasalam edhe për punë kur ka dalë në rrugë i ka marr gratë veta. Jo vetë për çef. Ti 20 pushime i ban për çef, edhe kur nuk të shkon menja me marr hajde te gryën time ta marr. Do të thonë ti me qenë ai burri që kur të shkosh në udhëtime, po folna ku është e lejueshme me marr gryën tane, e jo ku nuk është e lejueshme. Ku është e lejueshme me marr gryën tane, për shembull, ti nuk do të shku me shok, i të shku dikon për shembull me kryeni punë, merre me gryën tane me kerr. Çiteva për shembull, nxjerreve a kura hera e fundit që gruaja jote ka dalë prej Maqedonisë. Kura hera e fundit që gryën tane e ke qit pikufive të shtetit tan. Për me dalë me pa edhe ajo pak dunjojën, pejgamberi alayhis salatu wasalam i mirte me vete që të shohin pa gratë veta, ta shohin se edhe ato janë të lira, edhe ato meritojnë, edhe ato janë meritore me qenë për me dalë me pa. Nuk i veç ti burr për me dalë me hec. Do të thonë shkollësh pejgamberi alayhis salatu wasalam i mirë ke gratë veta në udhtim, edhe ti si burr merre gryën tane ku është e lejueshme edhe ku është e mundsueshme për me shku në udhtim. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhis salatu wasalam ishte besnik edhe i mbronte drejtat e tyre. Për shembull, Muhamedi alayhis salatu wasalam e lavdronte Hatixha radiallahu anha gjatë gjithë jetës së vet edhe pas vdekjes vet, më shumë se çdo bashorte tjetër. Do të thonë Resulullah alayhis salatu wasalam e ka lavdruar më shumëti kanë gryën e vet parë, Hatixha radiallahu anha. Muhamedi alayhis salatu wasalam mezi priste mi a kallzu ato anë pozitive të gryes vet. A disa është interesant ti mi përmend anë pozitive që i ka gryja jote. Jo non stop me thon, kjo nervoz është, kjo ma kthen llafin. Jo be, këshire be se gryja jote është e zoja. Gryja jote ti ta ban bukën vall. Gryja jote ti lan teshat e tua. Gryja jote ti ban do punë që ndoshta edhe ti vetë mundesh mi bë. Do të thon, nisja përmendja virtytet edhe sjelljet e mira të gryes tane për me mujt mi përmisu raportet me gryën tane. E dashur vëllezër besimtar, tash e nxjerrna një sen tjetër që në këtë rast kur e lavdojke pejgamberi alayhis salatu wasalam Hatixha radiallahu anha, ja nisi kush me xhelozojke shumë Aisha radiallahu anha. Transmetohet që Aisha radiallahu anha një ditë pejgamberit alayhis salatu wasalam i tha: "A nuk kibe dikan tjetër na përmend veç Hatixhën i të përmend?" Do të thonë, ditë për ditë i të përmend veç Hatixha radiallahu anha, e në moment pejgamberi alayhis salatu wasalam ja nisi me lavdu me fjalë të mira dhe në fund tha: "Ajo është nana e fëmijëve të mi." Pejgamberi alayhis salatu wasalam i ka pas 7 fëmijë.
Ama prej 7 fëmijëve 6 i ka pat me Hatixha radiallahu anha, edhe 1 e ka pat me Marjan. E dashur vëllezër besimtar, fëmijët e Resulullahit alayhi salatu wasalam ishin Ibrahimi me Marjan dhe 2 djemë tjerë ishin, do të thonë Kasimi dhe Abdullahu ishin me grujen e parë me Hatixha radiallahu anha dhe 4 vajzat e veta, do të thonë që i kishte Zejnebin, Rukijen, Kulthumin dhe Fatima radiallahu anha. Këto ishin fëmijët e pejgamberit alayhi salatu wasalam që i kishte me grujen e parë. E Muhamedi alayhi salatu wasalam e lavdronte Hatixhën edhe ja përmendte emrin e vet. Çetu e kena një shkollë për ata burra që ju ka dek gruaja e parë e janë martu me grujen e dytë. Një gabim i madh ndodh te ato burra që të ka dek ti gruaja e parë, Allah e ka bëu që me dek edhe ti martu për s'dyti, kur e marrin gruajen e dytë, tutër m'ia përmend edhe emrin gruajes parë. Tutët m'ia përmend edhe emrin që mos pridhnohet gruaja e dytë, do të thonë kjo nusja e re. Pejgamberi alayhi salatu wasalam leçe e përmend ke emrin e Hatixhës mbas vdekjes vet, ama edhe e lavdronte me lavdrimet më të mira të mundshme. Mos u tut nëse të ka dek gruaja e parë, përmendja cilësitë e mira. Ne mujna me marrë edhe një paralele tjetër këtu dashur besimtar. Nëse e kina i shok që e ki dash shumë edhe i ki pat, do të thonë shumë raportet e mira. Kur ti dhnosh me qatë shokin që e ki pat dost, mos thuj këtë fjalë të këqija për shokin tanë. Banu realist, thuj a ka burr, a ka besnik, a ka një sinqert nëse i ka pat të virtyte. Ani pse ti nuk folmo me atë, baro mi jepja hakin, mos e trafto edhe në hakin e vet që e ka pat. Ndoshta ai ta kanë gjit dorën kur ti i kanë mas nxorti, për mene thuj, sot nuk foli me atë, sot jam i dhnushëm me atë, edhe pse lip mu pajtu, po edhe pse jam i dhnushëm, unë ja përmendi se ai ka qenë burr. Ja përmendi se ai i ka pat do cilësi që unë si kam pat. Do të thonë, edhe te rasti i parë që gruajes dytë, do të thonë gruajes parë, përmendja cilësitë e mira ti i cili ndoshta të ka ndruar jetë gruaja e parë e kri gruajen e dytë, ose ti i cili e ki shkurorzu gruajen e parë dhe e ki martu gruajen e dytë, përmendi cilësitë e mira që i ka pat gruaja e parë. Nuk është haram, nuk është ndaluar i përmend cilësitë e mira. Apo mos vall, ina tutsa edhe tutmi m'ia përmend edhe cilësitë e mira kur i ka. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi alayhi salatu wasalam e shpërbleu Hatixha radiallahu anha. A di ç'e shpërbleu? Se sa ishte i martuar pejgamberi alayhi salatu wasalam me Hatixha radiallahu anha, 25 vite ka qu jetë Resulullah alayhi salatu wasalam me Hatixhën, edhe vetë çat gruaja e ka pas. Mos i ka vdek Hatixha, këtë gra tjera i ka pas. Dhe më thonë, deri sa ka vdek Hatixha radiallahu anha, Allahu azza wa jall, dhe më thonë, e bori që pejgamberi a.s. me qenë vetëm me këtë martume, mbasi i vdiq gruaja e parë, pastaj i martoj gratë tjeta, dashur vëllezër besimtar. Muhamedi a.s. këshirne, kallëzonte respekt edhe për shoqët e grave. Kallëzike respekt, jo vetë për gratë e veta, po edhe për shoqët e grave. Transmeton Aisha radiallahu anha, një ditë erdh një gruaje e moshume te pejgamberi alayhis salatu wasalam, edhe në moment pejgamberi alayhis salatu wasalam e pyeti kush je, tha unë jam Jathama al-Muzaniye. Do të thonë tha unë jam tha Jathemja, do të thonë al-Muzaniye, kështu e kishte emrin. Pejgamberi alayhis salatu wasalam i tha, jo ti nuk je Jathama al-Muzaniye, po ti je al-Husana. E pastaj pejgamberi alayhis salatu wasalam e pyeti se si është populli jot, edhe ja nisi mi tregu se mirë, krejt mirë është puna. Këtu kena me nxjerr një mësim shumëtar dashur vëllezër besimtar. Mbasi shkoi kjo gruaje, foli me pejgamberin alayhis salatu wasalam, edhe i dha diçka Resulullah alayhis salatu wasalam. Shkoi kjo gruaje, edhe mbasi shkoi gruaja, Aisha e pyeti kush ishte? Ishte shoqja e Hatixhës, sa ishte gjallë Hatixha radiallahu anha, shpesh herë vinte na vizitonte. E Aisha radiallahu anha me një transmetim tjetër thot, po pse ja ndrove emrin? Ajo tha, unë jam Jathemja, e ti thave, jo ti je Husanja. Pejgamberi alayhis salatu wasalam i tha, unë ja ndrova emrin se Jatheme gjuhën arabe do me thonë dembele, ndërsa unë ja bona Husame do me thonë me një emër, me një kuptim të mirë që mu gëzu ajo. E në këtë rast ne nxjerrë në një shkollë. Mare e madhe është mi thonë babës tanë plak. Vallahi mare e madhe, nanës tanë është mi thonë plak. Edhe nëse e kam ri, do me thonë moshën e pleqërisë. S'mund është ndalume me thirë në nëntane ti plak edhe me nënçmu. Është ndalume me thirë babën tanë plak edhe me nënçmu. Nuk mund është me thirë atë i cili është shkaktar që ti kjarë në këtë botë, edhe ka sakrifiku gjithë shka për ty, ti me thirë me një emër poshtërsus. Sa do vjetë mi patë baba jotë, sa do vjetë mi patë nana jote, baba jote nana jote është. Do me thonë, edhe 1000 vjetë një abo Allah azza wa jall me jetu nana jote dhe baba jote, fundit ti li me patë respektin maksimal për babën tanë dhe nanën tane. Lip mi thonë fjallët matë mira për babën tanë.
Ibrahimi a.s. edhe kur e përzuni baba vet prej shtëpie, nuk i tha o baba jem, po i tha ja e beti, o babush. Edhe kur e përzuni prej shtëpie, e leje mo ti baba tëra të mirat një ti ka bo, edhe në fund me thirë babën o plak. Pa nuk të vjen mare me thirë këtë gjuhë babën tëna. A nuk të vjen mare në nëstanë mi thone plaka. Në nëstanë e thiri oj gjenetlike. Nënën tanë e thire oj ti e cila më ki eduku, e lusë Allahu në zogjel që mu e ty mira bashku në gjennet. Dhe me thonë, ti cilësit më të mira lip mi shpej për babën tëne dhe nënën tane. Pavarësisht çfarë jete ka pat baba jote nëna jote, pavarësisht çfarë raporte kanë pat me ty, ti lip me qenë për atyre që i thret nemrat më të bukur nënën dhe babën tanë. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi a.s. nuk hezitonte dhe nuk i vinte mare me shpreh dashurin për gratë e veta. Amr ibn Asi e ka pyet pejgamberin a.s. dhe i ka thonë, ja Rasulullah, kanë e do mas shumë ti. Pejgamberi a.s. i thot Aisha radiallahu anha, e pastaj thot e due edhe babën e Aishës radiallahu anha, që është në këtë rast për Ebu Bekrin radiallahu anhu. E dashur vëllezër besimtar, mos me ja shprej, këshirne, kjo është shumë e drejtë e thamë këtë qasje, mos me ja shprej gryestane, dashurin, me një kohë gjatë, një vjetë, vallaj që kjo është e kundërta e pejgamberit a.s. Nëse ti gryestane kur si ki thonë me e mira ije, nëse ti gryestane se ki thonë fjallët më të mira, kjo është e kundërthënje e pejgamberit a.s. Resulullahi a.s. ja shprej këtë dashurin gryes vetë. Unë s'po thamë me daltin publik para këtë dunjas mi thonë gryestane fjallët më të mira, ama kur ti shi shpion tane, thuja fjallët më të mira gryestane, edhe cilësit më të mira si përfaqja gryestane. E dashur vëllezër besimtar, mos meno se të hu burnia kur t'ja shprejsh gryestane dashnijën. Mos meno se i e bura vetë prej atyve që ja shprej dashnijën gryestane. Buri më i mirë ka qenë Resulullahi a.s. E nëse dojna një me qenë burat më të mirë, lip mi ja shprej dashurin, qysha ka shprej pejgamberi a.s. gryes vetë Aishës radiallahu anha. E dashur vëllezër besimtar, me ja shprej gryestane dashnijën, ta di se që kjo ka me t'i lidhë raportet e tua mas mirë të me gryën tane. Edhe ki me qenë prej burave që gryja jote ka me qenë mas i knasht prej teje. Si rezultat që gratë tona ankohen shpesh, janë që burat rallë herë ja thojnë na i fjallë të mirë grave të veta. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi a.s. pinte ujë ose çka do qoftë në venin ku pinte gruaja e vet. Për shembull, transmetohet që pejgamberi a.s. si vike mare me pipi bardakit njëjtë prej enës njëjtë ku pike Aisha radiallahu anha. Atë vjen ty mare me pin bardakin e njëjtë, edhe atë vjen gërdi me pi prej gryes tane. Mundesh me thonë kjo është natyrore, nuk është natyrore. Prej gryes tane stipetar gërdi prej kur gjojtë. Do të thonë pejgamberit a.s. nuk i vinte gërdi prej Aishës radiallahu anha. E dashur vëllezër besimtar, transmeton që Ali el-Kari, Allahu e mëshiroft, ka thënë, ai pejgamberi a.s. e pasonte çdo gjurmë çka bante gruaja vet për ta treguar se sa shumë e dojke. Për shembull, nëse gruaja jote e ka ndaj fjalë interesant që e përdor shpesh, thuj gruaja ime çka fjala jote më e mirë që e ban ti. Nëse na ushqim gruaja jote e ban të mirë, për shembull, yemekin iftar tash ta ban, gruaja jote yemekin shumë të lezetshëm, thuj gruaja ime, yemekin që e ban ti kërkush në dunjë dhe kuzhinieri më i mirë nuk e ban. Thuj ti e kuzhinier ka më e mirë që e njohune. Do të thonë, shprehja në kësi forme për me qenë njeri që i zbut raportet e tua me gryën tane. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi a.s. e përdorke misfakin. Misfaki është një dru që është për t'i pastru dhomët. Pejgamberi a.s. e përdorke misfakin e njëjtë që e përdorke Aisha radiallahu anha. Transmetohet që pejgamberi a.s. para se me vdek, ishte në prenin e Aishës radiallahu anha, edhe hy vllavi i Aishës radiallahu anha, edhe në dore kishte një misfak. Edhe pejgamberi a.s. prej dashnis madhe për misfakin, ja këshiri shumë, edhe Aisha pe pyet, ja Rasulullah, e do misfakin? Tha po e du misfakin, edhe në moment ja bën me kryje. Edhe e merr Aisha radiallahu anhu, po e shet që është e ngurt, e fort. Edhe i thot me Muhammed a.s. ata zbuti pak me gojën teme. Edhe në këtë rast, pejgamberi a.s. e pohon me kryje, thot po zbute. Edhe e merr në gojën e vet, edhe e kaq Aisha, edhe ja zbut me gojën e vet, edhe prej gojës vet jep në gojën e pejgamberit a.s. misfakin që ti pastroj e dhomët. A di shka i bje kjo? Mos me të ardhë gërditi pe gryestane, ndoshta që pe e marrë një shembull, a i lanë me një brush dhëmët e tua që i lanë gryja jote. Problemi është valla. Problemi është po pejgamberi a.s. e ka bo, jo për nëjsen tjetër, po për me tregu afërsi mes ati edhe gruas ti. E dashur vëllezër besimtar, Muhamedi a.s.
e thirke me emrat bukur edhe me pseudonime kanë gryen e vet Aisha radiallahu anha. Sot ne i kena dy kategorit burrave. E para kategorie burrave është që emrat e grave në telefon i shkruajnë komandant, CIA, МВР, dhe më thonë ministri i punëve të brendshme. Edhe kategoria e dytë e burrave është që ose i shkruajnë emrat e grave që kanë emrin, ose i shkruajnë me një cilësi të mirë. Do me thonë, pyte vetën, cilën kategori je? Te komandanti, atë emrat e mirë. Do me thonë, këshirën telefonin tanë, që që ke shkujt kryestane e emrin? Të kisha propozu që emrin më të mirë, mi a shkujt kryestane në telefon. Do me thonë, për me kuptu se ti mundësh mi a shprej dashurin kryestane edhe në forma që sot ne i kena ndorët e tona. E dashur lezër besimtar. Muhamedi a.s. edhe pak e kena edhe inshallah nuk e zotna. Pejgamberi a.s. i shoqëronte bashortet e tij në festa edhe në mirësi. Që kjo ka me t'i qelë sytë sot edhe ka me të thonën që qysh ka qenë pejgamberi a.s. këtë rast, ti ki me qenë sot e tutje me gryën tane. Pejgamberi a.s. transmeton Enesi radiallahu anhu se pejgamberi a.s. e kishte një kojshi që ishte prej Persie me prej ardhe. Ai ishte ekspert për me bo supa, çorba. Edhe në moment e thirr pejgamberin alayhis salatu wasalam, e i thot hajde ja Rasulullah për me hang bashkarisht. Edhe pejgamberi alayhis salatu wasalam thot jam bashk me Aisha radiallahu anha. A jetë ftu edhe gryën time Aisha që të vjene? Ai i thot, do të thon kushia i vet i thot jo veç ty ja Rasulullah. Edhe pejgamberi alayhis salatu wasalam nuk shkon. Apet ai shkon i thot ja Rasulullah, hajde vetë hajla një sup bashk. Pejgamberi alayhis salatu wasalam apet i thot, ai të ma thirr edhe gryën? Thot jo, apet zvi, tretën e herë, vjen ai prej, do të thonë që ishte kujshia e pejgamberit alayhis salam, e thirr edhe pejgamberin alayhis salam, edhe gryën e vet edhe shkon. Ktu e kena një mësim. Nëse dikush thirr veç ti ndarsën, edhe s'ta thirr gryën, mos i shkon ndarsën. Do të thonë nëse e ki familjar, nëse ato ta poshtërsu gryën tane, do të thonë me qëllim, s'po folna pa qëllim. Nëse të ka thirr ty si shok, vetë si shok i shokin, shkon ndarsën. Ama nëse dikush thirr ti automatikisht thirr, e thot hajde me mu, ose hajde në darshmën teme, hajde në shtëpinë teme, ose hajde në mezhlisin tem që është mezhlis familjar, edhe do me ta poshtërsu gryën tane. Tu thirr ti, mos i shko ku të ka thirr. Do me thonë, mos shkon darshmën e një familjarit që veç ti thirr, edhe gryën tane s'ta do, mos e poshtërso gryën tane, ty i shku ati vendarsën. Pejgamberi alayhis salatu wasalam gryën e vet se poshtërsojke. Nuk e liki dikush me ja poshtërsu gryën e vet. Nëse ti se mbron gryën tane, kush ka me mbrojt gryën tane? Nëse ti si del në krah gryës tane, kush ka me dal në krah gryës tane? Nëse ti si burr nuk ja mbron drejtat gryës tane, kush pret me ja mbrojt drejtat gryës tane? Do të thonë pejgamberi alayhis salam refuzoi me shku te ki persiani kojshia i tij që ishte veç pse ja thirrke Aisha radiallahu anha, derisa ja thiri gryën masanin na shkoi. Edhe ti mos e poshtërso gryën tane. Nëse dikush me qëllim ta ban që të thirr veç ty edhe gryën s'ta thirr, mos e prano këtë ftesë, sepse kur ta pranojsh këtë ftesë, ta di se ti automatikisht e ke poshtërsu emanetin tënd që e ke në shtëpinë tane. E dashur vëllezër besimtar, pejgamberi alayhis salatu wasalam, dhe kjo është pika e fundit që e trajtojna, e inshallah vazhdojna pjesën e dytë për sjelljen e pejgamberit alayhis salatu wasalam me gratë e veta edhe ditën e nesërme. Muhamedi alayhis salatu wasalam nuk çonte dorë mbi bashortet edhe gratë e tij asnjëherë, edhe nuk i kritikonte ato. Transmeton Aisha radiallahu anha se i dërguari Allahut alayhis salatu wasalam kur nuk çoi dorë mbi njeri e as shërptor e as grua përveç kundër armikut vet. Pejgamberi alayhis salam as kundër vllovit vet, as kundër gryes vet, as kundër kojshies vet, as kundër kërkujt s'ka shku dorë përveç kujt armikut, atij i cili ka dashur me luftu dinin e Allahut azza wa xal. E dashur vëllezër besimtar, sot hala ka burra që i rrejnë gratë. Sot është fatkeqësi burri me çu dorë mi gryën. Ti lip me kuptu drejt se gryën tane ti lip me bind. Nëse nuk mundesh me të bind, ka forma tjera kadale që shbindet gruja. Nëse ti e rrej gryën tane, disha kallzon me këtë rast. Ti kallzon me këtë rast se ti nuk di me dialogu. Ti gryës tane s'di me ja kallzu mirë mua vetit. Ti gryës tane s'di me ja shpjegu mirë situatër, po ti Allah ta ka dhon takatin e ti takatin e përdor. Po këshish ka thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, transmeton Iyas ibn Abdullah se i dërguari Allahut alayhis salatu wasalam ka thonë, mos i rrihni gratë. E duke komentu këtë thënje, Ethem Abadi ka thonë, deklarata kjo thënje, ata që e bëjnë këtë, ata që i rrejhin gratë e veta, nuk janë më të mirë për juve.
Më të mirë për juve janë ata cilët mundohen gratë e veta mi bind me shka, me bind gryën tane me dialog, me bind gryën tane me muhabet. Nëse çon dorë mi gryën tane, kjo i besë ti s'po di me bind gryën tane, ti nuk je menaxher i mirë me gryën tane. Kjo i bie drejt dashur besimtar. E për me kuptu hala ma drejt këtë situatë, ti e rej gryën tane se munësh, nëse nuk kishe mujt nëse nuk kishe mujt me rej gryën tane, ti kishe qenë pull, ti kishe qenë edhe kishe ngru gryën tane, po vepse ki mundësi ti munësh me çu dorë mi gryën tane. E nëse dojna ne me pat shembulltyr Resulullahin a.s. kur ai dorë s'ka çu mbi gryën e vet. Edhe ti, nëse deri sot ki çu, pendohu te Allahu Azza wa Jall. Pendohu te Allahu Azza wa Jall nëse ki çu dorë mi gryën tane, e prej sot banja vetës, obligim, edhe borç, thujshë, nëse kam qu dorë mi gryën teme, do ta kompenzoj duke i bo hedije, edhe prej sot kur mos kam e qu dorë mi gryën teme. E dashur vëllezër besimtar, toleranca edhe dialogu sjell seher mu pajtuti me gryën tane edhe dakordsi, kur quteki s'ka arrit me bo zgjidhje, do të thonë quteki ka arrit vetëm i prish punë më tepër, andaj mos i prishni, do të thonë punët e juve. Edhe përfundojna me një proverb arabe ku thot, vetëm një burr i nderuar është i sjellshëm me gruan e tij, dhe vetëm një burr i lig, ama tamam me kuptimin e fjalës, i lig është ai i cili e poshtërson gryën e vet edhe çon dorë mbi gryën e vet. Unë e lusë Allahun Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall na mundson që ditë për ditë, moment për momenti, të rregullojna raportet e tona me gratë e tona. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.